Faleminderit juve për mundësinë. Atëherë zoti Sharka, po nisim me një herë bisedën. Çfarë i pret fermerët në mandatin qeverisës 2025-2029, ndoqëm sot në fakt ankesat shumta të tyre? Po, është një moment shumë i rëndësishëm. Në fakt, programi i Partisë Demokratike për fshatin dhe për fermerët, unë e konsideroj një ndryshim epokal. Sepse ndryshojnë disa nga treguesit kryesorë dhe ka një përmbysje të politikave të ndjekura deri tani në sensin e mirë, sepse janë politika që kanë rezultuar të dëmshme, e flasin vetë gjendja e bujqësisë sot, e flasin në shifrat e Istatit, recensionin në sektor, dhe ne kemi marrë dhe aplikojmë duke implementuar dhe duke adaptuar me kushte specifike të Shqipërisë politikat më të mira, më të suksesshme të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Ndryshimi i madh është që bujqësia, si asnjëherë tjetër, Ministria e Bujqësisë nga 1.7% të buxhetit shtetit që ka marrë mesatarisht në vitet e fundit, do marrë 3.5% të buxhetit shtetit, që ky është gati një dyfishim, mund të themi. Dyfishim për Ministrinë e Bujqësisë, që është mesatarja e rajonit, ky tregues, por që akoma nuk jemi atje ku duhet, sepse sektori në rajon jep 10%, afërsisht 10% të prodhimit brendshëm bruto, kurse tek ne bujqësia jep 18-20%, kështu që ne do që të kemi një raport të drejtë me çka jep bujqësia ekonomisë shqiptare, duhet të arrisim këtë tregues, por stekën e kemi vendosur te standardi i rajonit si fillim që të jetë një fillim i mbar. Dhe ajo që është ndryshimi më i madh është pesfishohen pagesat direkte apo subvencionet për fermerët. Se sot nga 146 milion që merr Ministria e Bujqësisë, vetëm 32 milion shkojnë pagesa direkte për fermerët. Nga 300 milion që do marrë Ministria, 200 milion do shkojnë pagesa direkte për fermerët. Pra kemi një pesfishim të subvencioneve. Nuk është thjesht një ndryshim